Situatët në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 sa vina bën edhe më interesante. Kjo për shkak të banorëve aty dhe intrigat që po bëjnë me njëri tjetrin. Për ata që nuk e kanë marrë vesh, Selin, në momentin që shfaqet e preferuara e publikut, ose ndoshta një nga të preferuarët, ka ndryshuar krevati me Mirin duke u larguar nga ai dhe duke fletur në krevat tek, ndërkohë që Mirit nuk i ka pëlqyer fare kjo. Ditën e sotme në mëngjes, teksa thurnin plane me Selin dhe Angelon, ai i ka kërkuar Selin që të afrohet prap në krevat me të dhe të flejë me të, pasi nëse ajo nuk e bën këtë gjë, ajo do të largohet nga shtëpia dhe do ta nxjerrin jashtë. Kjo gjë Selin nuk i ka pëlqyer fare dhe i ka kërkuar Mirit që ta lërë atë rehat. Ndërkohë që Miri tenton akoma që të vazhdojë këtë lojë. Nuk dihet nëse ai e kërkon Selinën në krevatin e tij për shkak të ndjenjave që ka apo për lojë, megjithatë publiku e ka konsideruar këtë gjë si të shëmtuar. Me tallje sipër ai i ka thënë Selin që ajo është zari i tij dhe kjo gjë e ka acaruar shumë, duke nisur një debat të ashpër midis tyre. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se të dy ata po bëjnë lojë? Ta mendoni se ka ndjenja mes tyre në këtë vend? Gjithashtu a mendoni se në momentin që Selin dhe Mir do të ndahen nga krevati apo do të shkëputi marrëdhënien mes tyre, publiku nuk do t'i pëlqejë më dhe do tentojë që t'i nxjerrë ata jashtë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!